Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Balkan Update. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sjellë në Shqipëri sistemi raketor Javelin që do të rrisë aftësitë mbrojtëse të forcave të armatosura shqiptare dhe sigurinë kombëtare. Ky është një hap i rëndësishëm në modernizimin e ushtrisë shqiptare si pjesë e NATO-s. Sistemi është shumë efektiv kundër mjeteve të blinduara dhe përdoret gjërësisht nga ushtritë e NATO-s si edhe në operacione reale luftarake. Sistemi raketor antitank Javelin ka mbërritur në Shqipëri. Ministri i Mbrojtjes Piro Vongu tha se këto pajisje ushtarake, të cilat konsiderohen thelbësore për mbrojtjen toksore, do të modernizojnë ushtrinë dhe forcojnë sigurinë kombëtare. Bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara kemi një dërgesë të parë të njësive të ushqimit Javelin dhe të raketave përkatëse. Dhe këto shkojnë në mënyrë drejt për drejt në rritjet kapaciteteve të luftimit. Gjatë vitit 2026 praktikisht presim dërgesën e dytë në mënyrë që të mund të certifikojnë totalitetin e batalionit, rritje kapacitetet të luftimit, rritje aftësisë së personelit tonë. Vengu tha se nëpërmjet këtij sistemi do të mund të parandalohen kërcënime të mundshme. Edhe këto pajime dhe sisteme vinë të përforcojnë edhe misionin e trupave tona në qoftë në misionet NATO-s, qoftë edhe në misionet të Bashkimit Evropian, apo si quhet në zonën e përbashkët të interesit. Ka një dobishmëri të dyfishtë. Javelin është një sistem raketor kundër tanki i gjeneratës së fundit, i prodhuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sistemi është efektiv kundër mjeteve të blinduara dhe përdoret gjërësisht nga ushtritë e NATO-s, si dhe në operacione reale ushtarake. Ky investim është pjesë e strategjisë afatgjatë të modernizimit të forcave të armatosura, rritjes së parandalimit dhe përafrimit të plotë me kapacitetet dhe doktrinën e NATO-s. 3 ditë ndajnë qytetarët e Kosovës nga zgjedhjet e parakohshme dhe pse programet politike dhe premtimet elektorale të subjekteve në garë nuk ndryshojnë shumë nga ato të nëntëshkurtit. PDK-ja ka fokusuar programin e saj tek ekonomia, LDK-ja tek arsimi dhe shëndetësia, Alanca Haradinaj tek premtimi për të antarësuar vendin në NATO, ndërsa vetëvendosja e Kurtit nuk lëshon pe përballë Beogradit. Asnjë nga partitë nuk mori votat e mjaftueshme për qeverisur e vetme në zgjedhjet e fillim vitit, ndërsa gjasat për një skenar të përsëritur janë të larta. 4 ditë ndajnë qytetarët e Kosovës nga zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Programet e tyre politike nuk kanë ndryshuar shumë nga ato të nëntëshkurtit, përsëri theksi është tek ekonomia, antarësimi i vendit në NATO e BE apo klisheja e çuarjes përpara të punëve të nisura. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kandidati për kryeministër, Bedri Hamza, ka publikuar një video ku prezantoi një nga 5 zotimet e tij, të cilat i cilësoi si kryesore dhe tha se në fokus të drejtë për drejtë e ka lehtësimin e barrës për punëtorët dhe familjet e Kosovës. Sipas planit prezantuar, qeveria Hamza do zbatojë një sistem të ri tatimi në paga, duke theksuar se pagat deri në 400 euro nuk do tatohen fare. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka një tjetër synim në qëndrimin e saj përballë votuesit, edhe për shkak të historikut familjes Haradinaj në luftën e vendit për çlirim. Ata premtojnë antarësimin e vendit sa më shpejt në aleancën ushtarake dhe politike të NATO-s, edhe nisur nga argumenti se formimi i ushtrisë së Kosovës është një proces ku zoti Haradinaj deklaron se ka dhënë shumë kontribut. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila e mbyll fushatën në sallën e sportit në Pallatin e Rinisë në Prishtinë në programin e saj, premton vende pune, arsim cilësore, shëndetësi dinjitoze, edhe pse një nga argumentet më të forta publike kanë qenë çështje që lidhen me sektorin energjetik në vend. Nisma e Limajt është fokusuar në atë që e kanë cilësuar me terma ushtarak ta çajmë rrethimin, duke në kuptuar marrjen e votave të mjaftueshme për të kaluar pragun zgjedhor, ndërsa për vetëvendosjen gjithçka përmbledhet në sloganin e tyre, Mol Shope. Zgjedhjet e 28 dhjetorit janë të dytat brenda vitit për pushtetin ekzekutiv. Në 9 shkurt asnjë nga partitë nuk mori votat e mjaftueshme për të qeverisur e vetme dhe për 10 muaj nuk pati asnjë kompromis politik për bashkëqeverisje. Sigurisht që do t'japim hapësirë dhe vëmendje asaj se çfarë pritet ndodh me 28 dhjetor të dielën, ku ABC News do t'jetë me grupin e xhirimit për të sjellë
hapas hapi gjithë atë se çfarë ndodh, po pa diskutim edhe rezultatin. Unë kam kënaqësitë ftoj tani në këtë bisedë të drejtë për drejtë Besim Hasanin, kandidat për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës. Zoti Hasani, ju përshëndes, faleminderit për kohën, e di që jeni rrugës për një aktivitet zgjedhor dhe di po ashtu që kjo është gara juaj e parë si kandidat për deputet. Si ka qenë kjo eksperiencë për ju edhe pse në një periudhë të ngutshme, po themi? Të gjithë në Kosovë, po besoj edhe në Shqipëri më njohen si njerëz të sportit, sepse për 25 vite kanë qenë në krye të Komitetit Olimpik, por 5 vite më parë u bën ndrimet në Komitetin Olimpik, kështu që për 5 vite isha i lirë bashkë me bashkëshortën, e hapëm një kafe dhe sikur kisha nevojë të angazhohem të dhënë kontributin si që kam dhënë në të kaluarën dhe pas disa bisedave me krerët e Partisë Demokratike të Kosovës pranova që të kandidohet për herë të parë, si konstatuat edhe ju, si deputet në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Po si ka qenë kjo eksperiencë, pra të takosh ditë për ditë qytetarët në disa lokacione ndryshme brenda ditës, të kërkosh votën apo t'i bindësh ata që diçka mund të ndryshojë me vendin, duke pasur parasysh që 10 muaj gjitha ka qenë një teatër politik, një ngërç institucional, po ashtu edhe një blokadë ekonomike për vendin. Këto zgjedhje janë të jashtëzakonshme dhe fushata zgjat 10 ditë, megjithatë dita është shumë intensive, takime me qytetarë kryesisht me komunitetin e sportit dhe të cilët janë të vetëdijshëm për kontributin tim, sidomos në njohjen e Komitetit Olimpik Kosovës nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, edhe pse shteti nuk ishte i njohur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, por fal një lobimi 18 vjeçar, përfundimisht bashkë me kolegët e mi ja dalëm që Komiteti Olimpik i Kosovës të njëjtë nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar dhe të hapet rruga edhe për njohjen e federatave tjera nga Federata Përkatëse Ndërkombëtare, por çka është më e rëndësishme edhe e drejta e sportistëve të Kosovës, sportistëve elitar që të marrin pjesë në lojra olimpike dhe siç e dinë edhe shikuesit tuaj, ja dolëm që të marrin pjesë në lojrat olimpike Rio 2016 dhe Majlinda Kelmendi u stolis me medaljen e artë dhe na vendosin në hartën e 75 shteteve që kanë medalje të artë olimpike. Pra fushata është intensive, takim pas takimit dhe një eksperiencë plotësisht e re që ndryshon nga ato lobime që kemi bërë për të zgjedhur presidenti i Komitetit Olimpik, sepse kemi biseduar ndoshta në kuadër të një ndërtese disa katëshe ku kanë qenë vendosura të gjitha federatat, ndërsa këto duhet të lobohet në tërë Kosovën dhe e vështirë të arrish te çdo qytetar për t'ia kërkuar votën, por po i shfrytëzojmë pak edhe rrjetet sociale. Nuk jam i panjohur për komunitetin e sportit dhe po shpresoj që edhe do të jem deputet i zgjedhur në Parlamentin e Republikës tonë. Në fakt, zoti Hasani, keni të drejtë për një argument për atë çfarë përfaqëson edhe kandidatura juaj, rëndësia që do duhet i jepet sportit, sepse ndonjëherë sporti, arti, segmente të ndryshme të artit, siç është muzika, bëjnë ndonjëherë edhe më shumë për përfaqësimin e një vendi se sa gjithë, po themi, shpura diplomatike apo gjithë çfarë bën politika jashtme. Një pyetje të fundit përpara se ju t'ju lë të lirë të udhtoni drejt destinacionit tuaj. Zgjedhjet rezultati 28 dhjetorit, nga çfarë kam kuptuar edhe nga politologët apo si e shohin mediat ndërkombëtare, presin apo e shpallin si me probabilitet lartë edhe skenarin që përsëritet pak a shumë i njëjti rezultat, ndoshta me një diferencë të vogël si ai nënt shkurtit. Ju prisni në fakt që qytetarët e Kosovës votojnë ndryshe? Unë po besoj që pas një qeverisje jo të mirë gjatë kësaj periudhe kohore, qytetarët janë bindur se duhet bëhen ndryshime dhe këto ndryshime i pres kryesisht nga Partia Demokratike e Kosovës, se edhe unë i takoj, dhe jam i bindur që nuk do të ketë nevojë të shkohet përsëri në zgjedhje, sepse 3 partitë opozitare do të kenë
votat e mjaftueshme për ta formuar qeverinë. Zoti Hasani, ju falenderoj për kohën, suksese në garën tuaj. Shumë faleminderit, përshëndetje për të gjithë shikuesit tuaj. Ju përshëndes. Do të ndalemi tek një tjetër zhvillim në Kosovë, larg politikës, edhe pse kjo në mënyrë të tërthor gjithsesi është përdorur si argument në qëndrime ndryshme politike. E kam fjalën për seancën e sotme gjyqësore për rastin e 3 serbëve të akuzuar për sulmin terrorist në Ibër-Lëpens. Avokatët mbrojtës tyre kanë pasur një përballje me prokurorët. Njemi pak më në detaj. Është shtyrë seanca e shqyrtimit fillestar në rastin ndaj Jovane Dragisha Vicentijevic, që akuzohen për sulmin terrorist në kanalin e Ibër-Lëpens. Seanca u shtyr deri në shqyrtimin e kërkesës së mbrojtjes për përjashtimin e prokurorit të rastit. Nebojsha Vlajic, avokati Jovan Vicentijevic, fillimisht kërkoi përjashtimin e prokurorit të rastit, Bekim Kodraliu. Sipas avokatit, prokurori special ka qenë i njëanshëm dhe nuk ka pranuar asnjë kërkesë të mbrojtjes gjatë procesit hetimor. Kodraliu tha se sulmi në Ibër-Lëpens ka qenë profesional, ndërsa hetimi është i zhvilluar edhe me partnerët ndërkombëtar, ndaj nuk ka arsye që ata të trajtohen si dëshmitar, por si të dyshuar. Kryetari i trupit gjykues Vesel Ismaili ka ndërprer seancën me argumentin se janë të obliguar të presin shqyrtimin e kërkesës së avokatëve mbrojtës deri kur krye prokurori të marrë vendim. Jovan dhe Dragisha Vicentijevic akuzohen për veprat penale të cënimit të rendit kushtetues, duke shkatëruar apo dëmtuar instalimet dhe pajisjet publike përmes kryerjes së veprës terroriste. Në këtë rast, dy vëllezërit akuzohen edhe për armbajtje pa leje, ndërsa Jovan Vicentijevic akuzohet edhe për spionazh. Më 9 dhjetor të vitit të shkuar, prokuroria speciale ngriti akuzën ndaj 3 pandeurve për shpërthimin që ka ndodhur në 29 nëntor të 2024 në Zubin Potok. Në akt akuzë bëhet e ditur se Jovan Vicentijevic, që ka thënë prokurorisë se është trajnuar në poligonin e ushtrisë serbe Pasulanske Livade, bashkë me rreth 120 persona të tjerë në periudhën midis 14 dhe 23 shtatorit 2023 në direktivën e Milan Radojčić. Po ashtu ai ka thënë prokurorisë se në Kosovë ka qenë planifikuar që të ndërmerrej edhe një sulm tjetër në tetor të vitit të shkuar, por ai është anuluar nga vetë Radojčić, i cili sipas tij ka pritur përfundimin e zgjedhjeve në SBA dhe fitoren e Donald Trump. Domi në Ibër-Lëpens u përllogarit në rreth 400.000 euro. Sikurse ndodh në fakt çdo vit, pika e kalimit kufitar të Kapshticës ka këto ditë një fluks të shtuar udhëtarësh, sipas autoriteteve doganore, lëvizjet janë kryesisht në hyrje territorit shqiptar, pasi emigrantët po kthehen për të festuar festat e fundvitit me familjet e tyre. Policia kufitare ka shtuar sportele dhe po aplikon procedurat përshpejtuara për të shmangur radhët, por edhe pritjet e gjata. Në vigjilje të Krishtlindjeve është shënuar një fluks i shtuar në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Sipas informacioneve nga autoritetet doganore, fluksi është kryesisht në hyrje të territorit shqiptar, pasi shumë shteta s'po kthehen atje për të festuar Krishtlindjen dhe vitin e ri pranë familjarëve. Nga Kalkidiki. Vini për festa në Shqipëri? Po, për festa. Bravo me mamin, me vlezërit, me motrat, sepse kemi vite që së vemi dhe të themi ty festoj me familjen. Kini familjen? Po, familjen, nam, bab. Kaloni festat këtu? Po. Sa di do të qëndroni? 2 javë. Si ti kalojmë bashkë me familjen, për na erdhëm, me prindit, me vlezërit. Aktualisht po punohet me 3 sportele në hyrje dhe 2 sportele në dalje, ndërsa janë në funksion dhe 2 sportele të posaçme për autobusët. Sipas të dhënave zyrtare, ka nisur edhe regjistrimi me procedurë të përshpejtuar për mjetet me targa greke. Pavarësisht fluksit të mjeteve, situata po menaxhohet nga policia kufitare me qëllim shmangjen e radhëve të gjata dhe reduktimin e kohës së pritjes për udhëtarët. Shumë radhë. Prita 2 orë kam pritur. Shumë njerëz. Kishte shumë, po kishte. Pritët në doganën greke? 1 orë gjys. Kishte shumë makina? Kishte. Pse, kishte fluks? Po, kishte. Doganën greke? Kishte, po, radhë parsye, po. Nga data 19 deri në 23 dhjetor, në Kapshticë kanë hyrë afro 25.000 qytetarë dhe kanë dalë përmes kësaj pike kufitare 11.844 të huaj e shqiptarë. Edhe Ministria e Diasporës në Kosovë i ka bërë thirrje qytetarëve që të shmangin kalimin nga doganat e Serbisë për shkak të bllokimeve në disa segmente rrugore në afërsitë kufirit. Kujdes me rrugët që zgjidhni për të kthyer në Kosovë.
Ky është mesazhi i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës për udhëtarët, kryesisht emigrantët që po kthehen në vend për festat e fundvitit. Njoftimi erdhi pasi më 24 dhjetor, këtë të mërkur, do të ketë bllokim të përkohshëm të një rruge, nëpër të cilën kalohet për në Kosovë. Bëhet fjalë për segmentin rrugor në fshatin Kastrat të Kurshmulis, që do të jetë bllokuar për qarkullim nga ora 11:50 deri në orën 15:50 për shkak të aktiviteteve të paralajmëruara nga banorët lokal. Po ashtu në këtë segment rrugor do të ketë bllokim të qarkullimit edhe më 27 dhjetor nga ora 11:52 deri më 18:52, si dhe më 3 janar të vitit 2026 nga ora 9 deri në mesnatë. Qytetarët e Republikës së Kosovës, të cilët kanë planifikuar udhëtime drejt vendlindjes apo tranzit për këtë segment rrugor, këshillohen që të planifikojnë me kohë lëvizjet e tyre dhe me qëllim të shmangjes së pritjeve, vonesave apo pengesave eventuale në qarkullim, të shfrytëzojnë rrugë alternative, u tha në njoftim. Qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit rëndom qëndrojnë në Kosovë gjatë festave të fundvitit dhe përdorin edhe rrugët nëpër Serbi. Kosova dhe Serbia kanë disa pika kufitare si Bërnjaku dhe Ujbardh apo Jarinja. Sipas të dhënave të fundit të Qendrës Kombëtare për Menaxhimin Kufitar, pritja në këto pika për hyrje në Kosovë është disa minutëshe dhe në Jarinj pritja është më e gjatë. Ne kemi mbritur kështu në fund të Balkan Update. Ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku mund klikoni edhe të njeni me lajmet më të fundit nga vendi, rajoni e bota, apo dhe të ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Vjoni të qëndroni me programacionin e ABC News. Faleminderit për vëmendjen.